Se për ditës së sotme ka nisur zyrtarisht patrullimi i përbashkët i Policisë së Kosovës dhe Policisë së Shtetit në Shqipëri në kuadër të masave për sezonin turistik veror. Nisma synon të garantojë sigurinë e shtetasve kosovar dhe të gjithë turistëve që kanë zgjedhur Bregdetin dhe qytetet shqiptare për të pushuar gjatë muajve të verës. Artur Selimaj, shefi sigurisë rrugore pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, u shpreh se bashkëpunimi me kolegët kosovar përbën një ndihmë të madhe për policinë shqiptare, si në aspektin logjistik ashtu edhe në burimet njerëzore. Sipas tij, kjo lehtëson menaxhimin e trafikut në akset kryesore që lidhin Kosovën me Shqipërinë dhe me Bregdetin. Ky bashkëpunim na ndihmon konkretisht në terren duke garantuar një lëvizje më të sigurt për të gjithë qytetarët, veçanërisht në kulmin e fluksit të udhëtimeve verore, u shpreh Selimaj. Sa i përket policisë rrugore të shtetit shqiptar, si në aspektin logjistik, ashtu edhe në aspektin e burimeve njerëzore. Ky memorandum bashkëpunimi mbështetet kryesisht në menaxhimin e përbashkët të trafikut në akset kryesore, që lidhin shtetin e Kosovës me shtetin e Shqipërisë dhe me plazhet kryesisht të Shëngjinit, të Lezhës, të Durrësit, të Vlorës dhe të Shkodrës. Njëkohësisht ky lloj bashkëpunimi është edhe një shkëmbim përvojash të mira midis dy policive, i cili është një përvojë e shtuar edhe për policinë shqiptare. Shërbimet e përbashkëta do të kryhen kryesisht në akset Morin Milot, në drejtorinë vendore të policisë Lezhë dhe në drejtorinë vendore të policisë Shkodrës. Nga ana tjetër, Ismail Fezullahu, komandanti i autostradës në Policinë e Kosovës, theksoi se patrullimet e përbashkëta janë tashmë një traditë që forcojnë ndjenjen e sigurisë për qytetarët e Kosovës që kalojnë pushimet në Shqipëri. Si çdo vit, edhe këtë sezon jemi këtu për të qenë pranë qytetarëve tanë. Vërejmë se siguria rrugore në Shqipëri është rritur dhe bashkëpunimi ynë është në funksion të këtij përmirësimi, tha Fezullahu. Ne kemi të bërë diçka më shumë, vetëm edhe çka kemi bërë vitet e kaluara. Edhe qëllimi jonë ka qenë që qytetarët ta ndinë veten shumë rehat, qytetarët e Kosovës me rastin e Shqipërisë gjithashtu edhe të ndrohen eksperiencat, të ndrohen praktikat e tyre, si punohet Shqipëri, si punohet Kosovë, edhe kujtoj që ka ndryshuar gjanat shumë pozitivisht. Siguria në Shqipëri është ngritur, edhe qytetarët tonë kanë fituar besimin. Edhe gjithë edhe ne do t'jemi aty të asistojmë për çdo gjë që ata kanë nevojë ose e shohin të arsyeshme modalitet të policisë. Të dy drejtuesit vunë në dukje rëndësinë e bashkëpunimit ndër institucional jo vetëm në aspektin e sigurisë rrugore, por edhe në përballimin e përbashkët të palishmërisë dhe formave të ndryshme të kriminalitetit, veçanërisht në zonat me frekuentim të lartë turistik.